Namazi është lidhja më e fuqishme mes robit dhe Allahu xhelle xhelalu. E çka ka mundësi më kanë më e madhe të robi jashtë Allahu xhelle xhelalu? A nuk është se Allahu na jep bukën neve? Po. A nuk na jep ai ujin neve? Po. As ai ka dhënë ai vladët? Po. A nuk na ka dhënë jetën ai, shëndetin, të mirat dhe gjithçka që ne gëzojmë është prej Allahu te bareke ve teala? E si ka mundësi diçka e cila çka do që e numëron dhe nga cila do anë që e sill është e Allahut, si ka mundësi ajo më bë më e madhe se Allahu? Çka do që ti gëzon ta ka dhënë Zoti. Si ka mundësi që ajo më bë më e madhe në zemrat tona se Zoti te bareke ve teala? Andaj namazi është lidhja e cila e ban robin me shkel mbi gjitha gjërat dhe mu ngrit në nivelin më të lartë. Andaj Allahu xhallahu ala kur e zbriti mbi pejgamberin ton alayhi salatu selam farzin e namazit, e veçoi mbi këta farzët. Zekati ka zbrit në Kur'an, ka zbrit haxhi në Kur'an, ka zbrit Ramazani në Kur'an, dhe këta farzët ka zbrit në tokë. Ka zbrit Gjibrili dhe ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çta e keni farz, çta e keni farz, çta e keni farz. Kur ka ardhur namazi mu bë farz, ka thonë jo, bjema këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni këtë raport. Ka thonë këtë Kur'an dhe këtë ta detyrat i çoja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, le t'ja u përcjellë umetit vet se i kanë farz dhe këto janë haramët. E kur ardhte puna e namazit tha jo, ngjit mani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nalt. Dhe unë gjithë naltë Muhammedi a.s. Dhe ishte një piken e cila smute me të i kalu e Gjibraili. Dhe i tha nalu ti, une shkoj ma nalë. Tha une këtu e kam ti hec ma nalë. E afroj Allahu xhelle xhelalu në pranijen e vetë Muhammedi a.s. Dhe i tha i kije obligim ti dhe umeti jot 50 kohë gjatë ditës farz. U këthi e takoj Musaj, tha shko se shumja. U këthi deri sa zbriti 5. E kur zbritën 5, i tha Musaj a.s. këtheu të zotijot se shumja s'munën mi ba. Atër tha Muhamedi a.s. jo, estahi me rabbi, më vjen mare më për zotit ta më këthi edhe njerë mi thonë, a ka mundësi me lecue? Atër e thiri Allahu xhallahu ala Muhamedi a.s. që i tha la ju beddelu l'qawlu ledej. Tha o Muhammed a.s. Tha fjallet e unës ndryshohet. Ato apet janë 50. Juve ja u kom bo 5, te unë logaritin 50. Te unës ndryshon fjalla, po unë ta logariti 50. Ama fjalla 50 nuk ndryshon. Ti fal 5, a i cili fal 5 i ka fal 50, a i cili kalon 5 i kalon 50. A i cili e kalon 5 kohë i kalon 50 vaktit e Zotit e bareke ve teala. Për çdo ditë ka 50 vakte sabon ato. Farz të Allahu xhelle xhelalu. Andaj për dallim nga gjitha farzët, Allahu tha ngjit mani Muhamedit nalt, t'ja bëj obligim farzin. Dhe prap na e lajna farzin, prap na diskutojna dhe boj muhabet, as ka islami tjetër tem përveç namazit? Jo. Tha Allahu xhelle xhelalu në surën Rum, ajetin 11, si vazhdimësia e asaj që ka përmendëm. Fa aqim wajhaka lid-dini hanif. Tha drejtoje fytyrën tane ka feja e vërtet. Fitrat Allahi allati fatara an-nas alayha, nga feja e vërtet mbi të cilën e ka kriju Allahu xhallahu ala insanin. La tabdila li khalqillah, krijimi i Zotit nuk ndryshohet. Krijimi Allahu xhallahu ala nuk ndryshohet. Walakin akthara an-nasi, mirë po shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Çka tha Allahu xhallahu në vazhdim? Munibine ilejhi wattaquhu wa aqimu s-salata wa la takunu min al-mushrikin alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhi farihun. Sadaq Allahu al-azim. Vërtetën e ka thënë Allahu xhallahu ala. Këta nuk ka feja e Zotit, ka feja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Feja e cila ndryshohet. Tha Allahu xhallahu ala, pendohuni te Zoti, ktheja në fytyrën Zotit te bareke ve teala. Pastaj çfarë tha? Wattaqu, tutjuni Allahut. Tutjuni Allahut.
Wa aqimus salat, dhe falë namazin. Dhe mos u boni prej paganëve, mos u boni prej idhujtarëve, mos u boni mushrik si Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi, të cilët nuk kanë falë namaz dhe kanë qesh me namazin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka marr plancin e devës dhe ja ka gjujt në krye. Sot neve nuk ne e gjujmë plancin, pa e merr një planc fjalëve dhe ta gjujmë krye. Thot ta kanë shpërlar trunin. Ala me namaz, ala me xhami, njerëzit hipën Mars. Çka kanë bën Mars atje? A veç me lomotit fjala njerëz kanë hip Mars. Çka kanë bën Mars atje? Çka janë du bën Mars? Muhamedi alayhi salatu wasallam e ndrejti njerin, ata alasën për ndrejtin veturën. Allah janë të bo, janë të modifikuar. Muhamedi sa merr për njerin, nuk erë për materien, erë për insanin, për shpirtin e njerit. Andaj shikoni çka janë dudash me ba. Janë dudash me legjitimu, janë dudash me ato shoqëri që neve po na e çajin kokën se ata dhe ata dhe ata janë dudash me legjitimu një varg hapash që të ka gërdit jeta epi kur kush së përgjishtë për kur gjanë, epi edhe shkon ka dale. Apo qka dha Allahu te bareke ve teala në Kur'an? Wala taqtulu anfusakum, mos gaboni me vravet vetën. Njoni dhët, u që du me vra, po s'ka me vra. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e mit me të vetë vetën, në xhenem e fut Allahu dhe vazhdimisht ai vritet me atë çka vra. Kjo feja Zotit, ta imponon jetën. Ata thonë si dushë je gërdit, asa shpejt gërditën, që të hapa, shko. Se ashtu shumë janë mos, po mujna mi drejtue. Allahu çfarë tha? Wala taqtulu anfusakum, mos gaboni me vravet vetën. Apo wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mos e qitnin helaj vetë vetën me dur të juve. Kjo është feja Zotit. E shikoni fenë e tyre. Feja e tyre është si dush që të janë i ure madhe, po që ma shkurt që hapat. Pastaj neve ne diskutojnë fenë e Zotit. Tha Allahu xhelala, kthanu ka feja e Zotit, ka feja pejgamberëve, Ibrahimit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fitrat Allah, natyra e Zotit. Ç'kjo natyra Allahu xhelala? Wattaqu, tutjuni Allahut dhe falni namazin, mos u bani pagan. Kan thënë dietarët, prej shenjave të njeriu i cili ka një paganizmin në zemër është kur e lë namazin. Pi shenjave se një njeri atë adhuru do një put dhe është ngrit do një put në zemrën e tina, prej dinarit, a dirhemit, a dollarit, a euros, a makinës, a grujës, a evladit, a shpijes, a loqit, është se ai se fal namazin me respekt. Ki kujdes, në zemrën tanë një put mundet mu ba, e Allahu atë zemrë që ka put se ban kabul kur. Kitë gjunati falë Zoti, putin se falë. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Zoti kur se falë mu ba shok dikush me ta. Andaj një dit për ditve Ibrahimi pak e dashti Ismailin dhe djetarë thanë, pa nuk ka normal me dasht e vladina? Kush e ka vendosë këtë dashti për e vladin? Allahu gjillu ala. Anoj, u zbavit me djallin e vetë. Mirë po Ibrahimi po përgaditi për një pozit shumë atë madhe. Qka i tha Allahu gjillu ala? O Ibrahim, ja qoj në ndër. Ja qoj në ndër se shumë i edhanë ma zjallit. Prej, thërë. Tha, i tha Ismailit, inni ara fil menam. O djali jam të pa në ndër, du të me therë. Du të me therë. Djalin, njani parët së nile, aj djalin e kalam. Ka thonë, undur, ti që shpesha këtë punë. Qika, deri sa e vendosti thikën në qaftë Ismailit, atër i tha Allahu gjerë ka të sadak të rrugje. O realizove andrën o Ibrahim, ti e tash pejgamberi i dytë për këtë pejgamberve. E në kryet tanë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Djali, evladi, dhe e dini kush është nërfuni thikës. Nuk o dollar, nuk o hajvan, nuk o njëri thjesht. O pejgamber, o pejgamber, tha nëja thikën. Vënëja thikën se në zemrën tanë e livriti diçka. E na, Allah, elhamdulillah, e ka po dashin me therë. Delën, lopën, devën. Apo? E tani na për disa letra me ngjyra. Për disa letra me ngjyra. Je kanë vendosur do shifra aty. I kanë bot këndshme. Ti reklamojnë vazhdimisht. Ta hupin Allah. Si ka mundsi njëri me hup Allahun xhelle xhelalu për disa letra me ngjyra? E di se këtu dhem kur është zemra shumë e ngjit për ato dollar, e për ato euro. Apo
Andaj, ki kujdes, Allahu Gjellola pejgamberit i ka dhënë thera Ismailin. E na, s'mujna dhe njëherë, jo, s'po të pojna mi shkoq. Pak, 5 minuta Zotit jepja. Pak, andaj Allahu Gjellalu, shiko sa e bonit madhe namazin, tha, wa të kuhu, wa aqimu salata, wa la takunu minel mushrikin. Dhe mosu bani për mushrikve. Pasaj qëfar tha? Mosu bani për i mushrikve minel ledhine farraku dinehum. Për i atyre dhe set e kanë përqa fejnë e vetë. Apo, shia, grupe, kullu hizmin bima ledejhin fërihon. Keti gëzohen vetës, kinezit vetës, amerikanit vetës, evropianit vetës, indianit vetës, cicëlit vetës. Apo, dhe luftat shumë ta. Shkoj njani prej njerëzve jo musliman në një prej shteteve të arabve. Dhe shikoni këtë madhështi të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka do më thonë minë ledhine fërraku dinehum. Për atërë dhe zet e kanë përqa fejën. Dhe alhamdulillah feja Zotit është përbashkuse, jo përqarse. Shkoj për strategji tjera, mi përcel musliman që ka bajnë. Shkoj me detyr, dhe i po i hec venet e muslimanve. A du me shku taj veni kresor atje. Qabe. Në vakt haqit, pak para koronës, pak para covidit, 3 milion haji me një vakt kam bo haq. 3 milion. Ushtria më e madhe si kom mbi 1 milion e gjys. Ushtria më e madhe në botë si kom mbi 1 milion e gjys. Apo, ma e me këtë qifër, dhe ma e me këtë tjetërën 3 milion haji për një herë, të bo haq. Dhe po e përcjellë si strateg i luftës namazin qabe. Edhe mur të këbire imami, Allahu Akbar. 3 milion haji për një herë u lidhën në saf. 3 milion veta. Kudo që janë në për rrugë dhe mahalla. Apo, tha, du me folë për këtë punë. Unë du me folë për këtë punë, pa. Qëfar du me folë? Tha, unë i këm pa këtë është i të botës. Kem ushtru atje. A i di sa ran, a i di sa duhet hizmetin mi aboni ushtarit, që a i më full me të nejtë gaditu pak. Disa minuta. E ka mundësis në ngonë. E duhet me pagujt mire kështu me radhë. Tha, kush i ka mësu këto me një fjallë, qka ju tha ki? Qka ju tha ki që me një fjallë këta uronit në saf ki? Dhe as njani s'lëvis për safit. Tha, kështu e ka bo farz Muhammedi s.a.s. Ka dek para 1400 vjetëve. Imam e mërë të këbire, kur ku zguzon me dalë për safit. A ka femat madhe se që ka shka i bashko njërzit? A ka femat madhe cila 3 milion njërës për njëherë i fut në saf, zguzon me livrit, zguzojnë me iki hramin, zguzojnë me bo asni gjuna. Për qëfar? Po a i pari qka e ka bo këta ka dekaj. Mirë po a i është për cilësi dhe rësuli i Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe Allahu gjela musubani për këtyre të cilët e kam përqa fejen. Nuk ka si feja islame kërkun bot. Duaje, mësoje, respektoje, lartësoje. Lartësimi ma i madh bëhat të evnu balin se ishte për Allahun te bareke ve teala. E lusmi Allahun gjele që Allahu të naba për namazlive.